Përveç automjeteve, policia planifikon që flotës operative t'i ofrojnë në shërbim edhe disa skuter elektrik për ndërhyrje sa më të shpejta në raste specifike. Madje, për blerjen e këtyre mjeteve, ky institucion kishte ndarë 420.000 euro e tenderin e kishte hapur në fund të muajit shkurt. Por kjo procedurë shpejt përfundoi në organin shqyrtues të prokurimit pas një ankese nga një operator ekonomik. Sidoqoftë, njohës të punës së policisë shpresojnë që sa më shpejt të kryen procedurat e prokurimit, me që vlerësojnë se skuterët do të hynin shumë në punë policëve. Në vende ku nuk mund të kalosh me automjet, atëherë mund të kalohet me trotinet elektrik. Gjithashtu edhe shpenzimet janë më të ulta për arsye se nuk përdor karburante. Është më rëndësishme se ngritet edhe imazhi i policisë me përdorimin e këtyre pajisjeve. Për arsye se shpejtësia në ndaljen në vendin e ngjarjes do të shkurtohet. Nëse ka qenë 12 minuta me dalë në vendin e ngjarjes në një rajon, tash do të bëhet diku 5-6 e tjera. Ankesa nga operatori ekonomik u pranua të mërkurën e 12 marsit dhe ekspertët e OSHP-s ende nuk kanë vendosur nëse është e bazuar apo jo.